Subhanallah, Allahu Azza wa Jall e ban ftyrën ton, pamjen ton, pasqyre të zemrave tona. Omeri radiallahu anhu u kanë udhëheq i besimtarve. Një ditë ka flajt në rrjet një pemës. E ka shku një grua e cila ka pas jetima. Ka shku edhe ka pa flajtën, e ka prek në kam. E është qu Omeri radiallahu anhu i ka thënë, çfarë problemi kjo e robresha Allahut? Ka thonë kjo gruja, ka thonë, kom shpresu të ti hajrë. Si të kom pa, e kom pas një farë ndjenje që ka mundësi me marrë dhe hajrë diçka për teje. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, ka thonë, çfarë problemi ki? Ka thonë kjo gruja, udhëheq si besimtarve, Omeri radiallahu anhu, kjo kanë Omeri, veç se ajo se ka njoftë. E ka dërgu vjetë, Muhammed ibn Maslama, njërin prej shokëve tina, e ka dërgu për me mbledh zeqatin për të pasërve ton e mja dhënë fukarave, vjetë. Ajo është ardhë, e ka mbledh, e ka shkep edhe musum ka dhënë heq. E kumni që si vjetë do me dërgu Omeri radiallahu anhu apet njëjtin, e po tutna që s'ka më dhënë apet. E po du që ti, i ka thonë Omerit, me ardhë me mu bashkë të Muhammed ibn Maslama, realisht e ky punëtori Omerit radiallahu anhu. E kur e ka një Omeri radiallahu anhu këto, i ka thonë shërptorit vetë, i ka thonë, ja jarfa, thirma, jarfa është emri i ati shërptorit, i ka thonë thirma këtë Muhammed ibn Maslama, thirma ka, lët vjen. E kjo gruja ka thonë, jo, s'ku menu kështo, ku menu bashkë me shku në atje, e ti me shku me i folë atina, se jo a i marë kase, e pozit e madhe, si kur me thonë, dikune që ka në pozit për shamëll, ku ta dio në arkatarit komunës, mi thonë, hajde ka, kjo s'ka dashtu se pozit s'ka dashtu ashtu, ka dashtu që bashkë me këtë njerin, me Omerin realisht, radiallahu anhu, me shku bashkë edhe me i folë atina. E ka thonë Omeri radiallahu anhu, ka thonë, nëse zvjen aj, shkojnë ana. Kur ka shku kë shërptori, ka thonë atina, ka thonë, hajde, po thirë Omeri radiallahu anhu. E kjo qëllit, ka thonë, këtë vakt. E pak i ka shku menje që ka mësi e ka arruna i kanë. E kur ka shku kjo, ka thonë, qëfar problemi ka o udhëheq si besimtarve? E kur ka një kjo gruja që pithët këtina, që u kanë flajtë në rhije udhëheq si besimtarve, e ka mbledh teshën e sajna, i ka armarët është, nuk i ka njoftë që është udhëheq si besimtarve. E ka thonë Omeri radiallahu anhu këtina, e ka thonë, a din kush i na kanë? I na kanë, na ka nëmru ngishta, pak, fukara, e na ka thonë Allah e këtë bereqet, e kena fillu me harru të varfër ton, edhe i ka thonë, mi dhanë kësa grujes me neher diçka, edhe kur shkajsh si vjetë me mledh, mi adhanë ato të vjetit, edhe si vjetit për me neher. E kur të nish këtë histori e shë rahmetin e Allahut Azza wa Jall ndaj kësaj grues, ndaj fëmijëve të sajna, ndaj punëtorit Omerit edhe ndaj Omerit radiallahu anhu, për shkak se jo me shku ditën e gjykimit me hak të huj. E ajo krejt që ka vëdu me thanë në musliman, historia këtë filloj ku, i ka thonë kjo gruja, kur të pash prita që ka marrë dhe hajrë për teje, do më thonë, në ftyrën e tina, në pamjen e tina, është vrejt hajri. E lusëm Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall me ne i pastru zemrat tona e me në shëndrit ftyrat tona.